për ty që do para, bollek, shëndet të plot, partner, jetë të lumtur, biznes që të shkoj mirë, një familje që të jeni mirë me fëmijët, me bashkëshorten, me nënën, me babain. Gjërat janë ndryshe nga ato që i di vetëm në sipërfaqe. Janë më të fshehta dhe bllokimi i parave shpesh vjen nga mallkimet që kanë ardhur nga paraardhësit. Në qoftë se një person ka patur para dhe ja kanë vjedhur në të njëjtën kohë, janë bindje të vjetra, ose bindje të vjetra, ai që ka para nuk është njeri i mirë. Bindje të tjera, gruaja duhet të jetë në nijen e burrit. Atëherë gruaja bllokon paratë sepse është një bindje vjetër, mbase dhe nuk mund t'i kuptoni. Të gjitha këto i kam nga përvoja dhe nga trajnimet e shumta që kam bërë dhe tek njerëz dhe terapitë e shumta personale. Gjithashtu, akoma dhe shëndeti fshen nga mbrapa mallkime, marrje sysh, zili, bllokime, bindje, akoma dhe magji të trashëguara. Gjithashtu, diçka që të shqetëson është sepse në qoftë se ke vajtur në prif, në hoxhë, në këto që këndojnë sheqer, kanatiere, gjëra për mirë ke vajtur në një moment, sepse burri kishte frikë se mos të tradhtonte ose të thërriste, vajtet ja mbyllnin gojën dhe shumë të tjera. Dhe të gjitha këto i kam parë nga njerëzit, akoma më kanë kërkuar a mos të bëj diçka për disa njerëz, sepse kujtojnë që këto ana energjike ka vetëm këtë hanë. Nuk kritikoj as edhe një, sepse çdo njeri është i lirë të bëjë çfarë të dojë, ose nga frika, ose për të patur lumturi dhe për çdo gjë tjetër, mund të bëjë diçka. Për të gjitha këto aman ka zgjidhje, dhe zgjidhja do jetë për të gjithë ju, është dhënë në muajin shkurt, dhe këto do ta jap vetëm një herë në vit, ofertë për të gjithë ata që do jenë pjesë e trajnimit me pagesë që të marrin çelësin, të bëjnë pastrimin e tyre energjetik të vetes të tyre, të familjes të tyre. Këtë çelës do ta marrë një person dhe do ta përdori vetëm ai, nuk jepet në asnjë tjetër, por do ta keni për gjithë jetën tuaj. Nuk do jetë e nevojshme të më thoni mua t'ju bëj pastrimin, dhe sa herë që juve të ngatrohen me gjëra jo të mira ose të takojnë me njerëz me energji negative dhe të keni thithur këtë energji dhe gjërat si shkojnë mirë, ju mund ta përdorni në vend që të më kërkoni ndihmë mua. Prandaj, në datën 7, ndërmjet platformës Zoom, në orën 8, në qoftë se je interesuar, regjistrohu, ke kohë akoma dhe 5 ditë dhe më pyet për pagesën. Sa është në WhatsApp ose në Viber, tek telefoni 0030 699 321 46 37. Dhe më ndiq për video të tjera, shpërndaj këtë video sepse dikush tjetër e ka të nevojshme dhe kërkon njëri, dhe nuk janë gjëra që falle edhe të këndojmë sheqer. Ato që janë punojnë në mënyrën energjetike dhe do t'i punosh për veten tënde dhe do shikosh që do kesh rezultate. Dhe po të them për të gjithë ju që jeni gati, vërtet se do duhet dhe puna juaj personale, çfarë duhet të bëni. Okej, ju përshëndes dhe ju mirëpres.